Peshore, kjo e të tëfton të ndalesh për një moment dhe t'i kustos më shumë vëmendje botës tënde të brendshme. Emocionet do t'jenë më të forta se zakonisht dhe mund të ndjeshme ndaj fjalëve, situatave apo kujtimeve. Në vend të reagosh me njëherë ose të marrësh vendime të rëndësishme, universi të këshillon të reflektosh me qetësi. Kjo e nuk është dita për veprime të nxituara, por për të kuptuar se çfarë dëshiron vërtet zemra jote. Jepi vetes kohë të mendosh pa presionin e të tjerëve. Kur I dëgjon me kujdes ndjenjat e tua, do ta kesh më të lehtë të kuptosh drejtimin që duhet të marrësh. Mund të të ndihmoj të shkruash mendimet në një ditar, të meditosh ose thjesht të kalosh pak kohën vetëm në një ambient të qetë. Pikërisht në ato momente qetësie, mund të gjesh përgjigjet që ke kërkuar prej kohës. Mos u shqetëso nëse sot nuk ndihesh gati për të folur apo për të marrë vendime të mëdha. Do të vijë shumë shpejt momenti I dur për të vepruar dhe për të shprehur diçka që ke në zemër. Tani për tani, misioni yt është të kuptosh veten. Në fund të ditës do të ndihesh e qartë dhe e qetë shpirtërisht. Universi të kujton çdo veprim I mirë lind fillimisht nga reflektimi. Sa më mirë ta njohësh veten, aq më të sigurta do të jenë hapat që do të hedhësh në të ardhmen. Akrepi, këtë të njëjtë akrep do të jesh në qendër të vëmendjes së miqësisë dhe njerëzve që kanë qenë gjithmonë pranë teje. Kjo e do të bëj të kuptosh edhe më qartë se një marrëdhënie e vërtet nuk ndërtohet vetëm mbi momentet e bukura, por mbi mbështetjen, besimin dhe kujdesin e ndërsjellët. Ti je një person që bën shumë për njerëzit që do, dhe universi të kujton se dhe ata janë të gatshëm të bëjnë të njëjtën gjë për ty. Gjatë ditës, një mik ose një person I afërt mund të bëjë një gestë të vogël, por shumë domethënë, si do të prek zemrën. Mund të jetë një telefonat, një mesazh, një këshill ose një thjesht fakti që dikush kujtohet për ty në momentin e dur. Ky veprim do të kujtojë se pse kjo marrëdhënie ka kaq shumë vlerë në jetën tënde. Nëse bëhet fjalë për një mikë të re që po forcohet ose për dikë me të cilin je larguar për shkak të kohës apo rrethanave, kjo do të japi dëshirën për t'u afruar sërish. Mos e injoro këtë ndjenjë. Ndonjëherë mjafton një hap I vogël për të rindërtuar një lidhje të rëndësishme. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të kaluar kohë me njerëzit që t'japin energji pozitive dhe të bëjnë të ndihesh I vlerësuar. Investo më shumë kohë dhe përkushtim të marrëdhënie që të sjellin paqe dhe lumturi. Universi të kujton se pasuria më e madhe nuk matet me para, por me njerëzit që të qëndrojnë pranë teje në çdo moment. Besoje intuitës dhe ushqej ato miqësi që të bëjnë të ndihesh vërtet si në shtëpi. Shigjetar. Kjo është nga ato ditë kur mund të shkëlqesh në fushën profesionale. Me hyrjen e venusit në sektorin e karrierës, fillon një periudhë e favorshme që të ndihmon të fitosh më shumë vlerësim, respekt dhe mundësi të reja shigjetar. Puna dhe përkushtimi që ke treguar deri tani nuk kalojnë pa u vënë re. Njerëzit përreth shohin aftësitë e tua dhe janë të gatshëm të besojnë përgjegjësi më të mëdha. Këtë të njëjtë do të ndihesh I motivuar për të përfunduar çdo detyrë që ke lënë pezull. Do të arrish të organizosh punët me efikasitet, të mbyllësh projekte të rëndësishme dhe të kalosh në hapësirën për ide të reja. Ndjenja e kënaqësisë do të provosh pasi të përfundosh gjithçka, do të japë edhe më shumë energji për të vazhduar përpara. Mos u habit nëse gjatë ditës shfaqet një mundësi e re profesionale, një ofertë interesante ose një bisedë që mund të ndikojë pozitivisht në të ardhmen tënde. Ky është momenti për të treguar besim në aftësitë tua dhe për të mos hezituar të pranosh sfida të reja. Nëse ke një projekt, një ide apo një ëndër që të pasionon, kjo është dita ideale për të hedhur hapin e parë. Entuziazmi dhe përkushtimi yt do të të ndihmojnë të tërheqësh mbështetjen e dur dhe të krijosh rezultate të qëndrueshme. Universi të kujton se suksesi nuk vjen rastësisht, ai është shpërblim I punës, disiplinës dhe këmbguljes. Vazhdo të ecësh me besim sepse kjo ditë mund të shënojë fillimin e një kapitulli të ri, më shumë premtues në karrierën tënde. Britsjapi, këtë të njëjtë britsjap vjen tek ti një dëshirë e fortë për të zgjeruar horizontet dhe për të kërkuar më shumë nga jeta. Kohët e fundit mund të kesh menduar shumë për rrugën ku ndodhesh dhe praktikisht dëshiron të arrish në të ardhmen. Brenda vetes e ndjen se je I destinuar për gjëra të mëdha dhe kjo është momenti të fillosh të marrësh më seriozisht këto ëndra. Mund të tërheqë ideja e një udhëtimi të madh, një ndryshimi në jetë, një eksperiencë e re ose riktimi në studime për të fituar më shumë njohuri. Cilat do qoftë dëshira jote, energjia ditës të nxit të mos e lësh veten vetëm si një mendim, por të fillosh të krijosh një plan konkret. Këtë të njëjtë mos mjafton vetëm me ëndra. Shiko detajet praktike, çfarë duhet bërë për ta realizuar këtë qëllim, sa para duhen të kursesh, cilat hapa duhet të ndërmarrësh,
Kush mund të të ndihmojë gjatë këtij udhëtimi? Sa më i qartë të jesh me planin, aq më afër do të jesh me suksesin. Kjo është një ditë e mirë për kërkime, organizim dhe marrjen e vendimeve të mençura. Edhe hapi më i vogël i ndërmarrë këtë ditë mund të të çojë drejt një mundësie të madhe nesër. Universi të kujton se ëndrat e mëdha kërkojnë guxim, por edhe përgatitje, ti ke durimin dhe vendosmërinë për të ndërtuar diçka të rëndësishme. Besoj vizionit tënd dhe fillo të krijosh rrugën drejt jetës që dëshiron. Ujori, kjo ënte ujor të ftonte për t'ia fosh anën tënde më të qetë dhe të shijosh pak kohë në komoditetin e shtëpisë. Pas një jave më të lodhshme, ku ndikimi i mërkurit në prapavi mund të ketë sjellë vonesa, konfuzion ose situata të bezdishme, këtë të ënte trupi dhe mendja jote kërkojnë një pushim të vërtetë. Mund të ndihesh dëshirën për të qëndruar në shtëpi, të porositë ushqimin të preferuar dhe thjesht relaksohesh pa plane të mëdha. Dhe kjo është plotësisht në rregull. Ndonjëherë gjërat më produktive që mund të bësh është të mos bësh asgjë dhe të japësh veten mundësinë për të rikuperuar. Mos u ndje fajtor nëse sot nuk e dëshirë të jesh gjithmonë në lëvizje. Pushimi është një pjesë e rëndësishme e suksesit. Kur e neglizhon nevojën për qetësi, lodhja mund të ndikojë në shëndetin, humorin dhe madje edhe në marrëdhëniet me njerëzit përreth teje. Kjo është ditë ideale për të rimbushur energjinë. Shiko një film, lexo diçka që të pëlqen, dëgjoj muzikë ose thjesht qijo qetësi në ambientin tënd. Jepi vetes të njëjtin kujdes që u jep të tjerëve. Universi të kujton se edhe njerëzit më të pavarur kanë nevojë për momente pushimi. Duke kujdesur për veten, sot nëse do të kesh më shumë forcë, kreativitet dhe energji për të balluar çdo sfidë. Peshqit, këtë të ënte peshqi, me hyrjen e Venusit në shenjën e Virgjëreshës, jeta jote sentimentale mund të kalojë në një fazë të reflektimi. Kjo energji të nxit të shikosh më thellë marrëdhënien tënde dhe të pyesësh veten nëse partneri yt po të jep vërtet atë që ke nevojë. Ndoshta ke dëgjuar shumë fjalë të bukura dhe premtime, por këtë të ënte do të vësh re më shumë me primet se sa fjalët. Dashuria nuk matet vetëm me deklarata romantike, por edhe me kujdesin e përditshëm, mbështetjen dhe mënyrën se si dikush të bën të ndihesh mirë. Venusi në Virgjëresh sjell një paqe më realiste ndaj dashurisë. Kjo nuk është koha për të parë diçka përmes syzeve roz, por për të kuptuar me qetësi nëse marrëdhënia jote ka ekuilibër dhe nëse nevojat tua emocionale po respektohen. Nëse jeni në një lidhje, një bisedë sinqertë mund t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë njëri tjetrin dhe të përmirësoni atë që nuk funksionon. Nëse je beqar, kjo periudhë të ndihmon të kuptosh më qartë se çfarë kërkon nga një partner dhe çfarë nuk je më i gatshëm të pranosh. Mos haro se të duar dikë nuk do të thotë të harxhosh vlerën tënde. Ti meriton një marrëdhënie ku ndihesh e dëgjuar, e respektuar dhe e vlerësuar. Universi të fton këtë ditë të dëgjosh zemrën dhe jo, por edhe arsyen. Dashuria e vërtet nuk është vetëm emocion, por edhe përkushtim, kujdes dhe veprime që tregojnë se dikush zgjedh të jetë pranë teje çdo ditë. Dhe ky ishte parashikimi i yjeve për 12 qenjat e zodiakut për ditën e 9 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.